Hetimet për tragjedinë në Koçan përplasën Prokurorinë Themelore Publike me BDI-n. Prokuroria ka hedhur poshtë pohimet e BDI-s se një prokuror publik është tërhequr nga hetimet për zjarrin në Koçan për shkak të mosmarrëveshjes për kualifikimin ligjor dhe për shkak të presionit politik nga partitë në pushtet. Ekipi prokurorëve vepron plotësisht në mënyrë të sinkronizuar dhe pa ndërprerje ndërmerr veprime. Gjithashtu asnjë prokuror nuk është tërhequr as nga Prokuroria Publike dhe as nga Prokuroria për Krim të Organizuar dhe Korrupsion, e cila kryen hetime për zyrtarët policor të dyshuar për tragjedinë e Koçanit. Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një komunikati dërguar mediave tha se informacione se një prokuror publik që ka qenë pjesë e lëndës është tërhequr për shkak të mospajtimeve rreth kualifikimit të veprës dhe veçanërisht për shkak të presioneve politike nga partitë në qeveri. Në një shtet normal thonë se do të ishin alarm për gjithë shoqërinë. Në këtë rast ata parashtruan 3 pyetje. BDI kërkon publikisht dhe menjëherë që prokuroria t'u përgjigjet qytetarëve. A është e vërtetë se një prokuror është tërhequr për shkak të hetimit të udhëhequr politikisht? A do të lejoj prokuroria që të shndërrohet në instrument të hakmarrjes politike ndaj opozitës? Cilat janë kriteret sipas të cilave disa lirohen e disa mbeten në paraburgim pa prova të mjaftueshme dhe me hetim të paqartë? Po ashtu ata theksuan se pothuajse të gjithë të ndaluarit për Koçanin janë liruar nga paraburgimi aktiv, përveç Kreshnik Bekteshit, i cili vazhdon të mbahet në paraburgim. Bekteshit janë caktuar edhe 30 ditë tjera paraburgim. Sot nga paraburgimi është liruar edhe ish kryetari i komunës së Koçanit Lupço Papazov dhe ati masaj është zëvendësuar me paraburgim shtëpiak. Po ashtu edhe ish ministrat Valon Saraqini dhe Bekim Neziri janë në paraburgim shtëpiak, sikurse edhe ish kryetarët e Koçanit Radko Dimitrievski dhe Nikol Çoiljev.